Do të ketë shumë prej emrave të cilët tashmë i kam prezentuar edhe unë edhe Glau Konjufca në vjeshtën e vitit kaluar, mirë po nuk do t'jenë identik, pra do të ketë edhe emra të tjerë. Ne po përgatitemi që së pari ta konstituojmë kuvendin dhe sa më shpejt ta formojmë qeverinë, sepse siç e dini, i kemi 3 marrëveshje ndërkombëtare me Bankën Botërore dhe njëkohësisht e kemi edhe planin rritjes me Bashkimin Evropian që është 882.6 milion euro, e që duhet sa më parë ta miratojmë në kuvendin e Republikës, pa harruar natyrisht atë që kemi më së shumti përgjegjësi, obligim, por do thosha edhe preferencë, e kjo është buxheti për vitin 2026. Ju e dini që me 1 të 12 qeveria në detyrë mund të vazhdoj veç edhe për muajin shkurt, për muajin mars nuk mund të vazhdojmë kësaj, andaj në muajin shkurt duhet ta kemi të përmbyllur edhe çështjen e buxhetit 2026. Sa i përket pozitës presidentes, a keni pasur ndonjë takim atë? Një herë këto 3 hapa do t'i përmbyllim, edhe pastaj edhe te hapi 4 do të ecim bare mirë.